më flasësh pak për çmimin prestigjioz që ka qenë në titujt e të gjitha lajmeve sot, edhe na ke bërë gjithëve të ndihemi shumë krenar. E di unë që ti je shumë modeste dhe rezervohesh, Po vjen turp, në fakt, po kjo është një nga ato çmime të cilin e perceptoi publiku, e perceptuan kolegët edhe media. Nuk është çmimi i parë që marr, por jam shumë e friksuar për këtë peshë të madhe që ka ky çmim. Ka qenë krejt e papritur kur e mora të jesh Markeza Adelaide Ristori në Itali. Do të thot shumë për djersën time, mundimin tim, kolegët që më kanë mbështet, stafin që kam punuar, e me që ti ma e prasin mua më lejo të falenderoj. Kam punuar me regjizore grua, që është Blerta Neziraj, edhe me qendrën multimedia edhe me jeton Neziraj, të cilët dua t'i falenderoj, sepse më kanë besu të unë që në fillim. Dhe në këtë, kur bota keq kuptoj shumë me mua, me dashje, ata kanë besu. Tek unë edhe ndoshta shumë natyrshëm erdhi dhe ky bashkëpunim ndërkombëtar që për mua u bë një gur kilometrik shumë i rëndësishëm, për më tepër që e marr në Itali. Unë kam ndërtuar ëndrat e profesionit, librat e parë profesional, jo të shqiptar, workshopet e para i kam bërë në Italia, kam zbuluar teatrin ndryshe, atë që doja unë nga Italia, kështu që është vendi ku ne kemi dëgjuar për herë të parë shqiptarët të ulen e të thrasin libertà. Është një pak... Të shkëlqejnë sytë shumë bukur, sepse ke marrë një shpërblim për atë që meriton me sa duket edhe... Kam edhe frikë me thënë drejtën. Shiko, unë kur vi në teatr, kam gjithmonë një ndjesi, nuk e di pse më krijohet kjo ndjesi gati vuajtje dhe sakrifica. Unë e di që ti me sakrificën ke një raport të zhdrejt dhe thua gjithmonë që njeriu, artisti, nuk kanë ardhur në jetë për t'u ankuar për sakrificat që kanë bërë dhe misioni të jetuarit nuk është të sakrifikosh, por t'jetosh. T'jetosh profesionin me vështirësitë e veta, t'jetosh jetën me ulje ngritet e veta, dhe ti fakti ke jetuar me shumë dinjitet, gjithë rrugtimin tënd. Po unë kur vi si spektatore në teatr, kam një vuajtje për artistët e teatrit, për artistët e kinemas në Shqipëri dhe mendoj që janë një kategori artistësh jo të shpërblyer aq sa meritojnë dhe jo të shpërblyer aq sa ata i japin edhe i dhurojnë kënaqësi publikut edhe lënë një vlerë në fund fare. Edhe mendoj që meritoni një skenë më të madh, një teatr më të madh, një jetë artistike më të mirë dhe patjetër më të shpërblyer, jo vetëm moralisht, por dhe më të shpërblyer financiarisht. Çfarë mendon që duhet më të shteti për artistët? Do ta themi shkurt të themi në një program me auditor të që jemi me fëmijët, mjafton të mos i quaj një si shërbimi, edhe të mos u vendos tavan në vlerat e tyre. Ky do t'ishte më e pakta që mund të bënte, në mënyrë që mos të vi momenti ku njerëzit, personat që i adhurojnë, i mëshirojnë. Unë nuk besoj se të mëshiruarit e njeriut për njeriut është një vlerë e një shoqërie. Mëshira i takon qenieve hynore, asaj të padukshmes me cilën ne kemi raporte shpirtërore, por jo njeriut. Njeriu duhet jetojë dinjitetshëm dhe të ketë mundësi të rritet me djersën dhe punën e vet. Kështu dhe artisti. Neve kemi disa Meri Manga këtu, edhe nuk e di kush janë Spider-Man-et e programit tonë. Spider-Man, kush është tu nga çunat? Kush është Spider këtu? Të trëmbin ndonjë që të Spider-Man ata këtu? Jo, me janë Spider-Man të bukur. Se Ema nuk ka frikë nga Meri Mangat, po s'ka frikë nga Spider-Man. Tani pyetjen e dua nga Diori. Dior, shërada jote. Mua më pëlqen shumë të shkoj në fshat, se luaj me kafshët dhe bledh frutat. A kështu, a? Po ti, kur vete në fshat, çfarë të pëlqen më shumë të bësh? Ose kur ka shkuar në fshat, një pjesë e fëmirisë tënde është e përqendruar në Korçë, në Drenov? Në Drenov. Unë, kur shkoj në fshat, dhe ja ta sugjeroj dhe ty, të mos mbledhësh vetëm fruta, që ka shumë mundësi t'i kputa i xhaxhi, apo i kput vetë? Vetë. Bravo. Të jetoj si fshatare. Që do të thotë, të shkoj të mbush ujë në kasharov, të pastroj shtëpin, të ushqej bagtin, të mbledh vezët, të vjel mana, të mbledh mana, të qoj për të bërë raki, të mbyll atë të kazanin e rakis me brum, ta provoj nga pak rakin, pse jo, balkazanin, sepse për mua të jetosh në fshat, të jetosh pranë natyrës, do të thotë të mësosh se çfarë është jeta,
Nuk është natyrisht një tabaka në balkon të jetuarit pranë natyrës dhe një fotografi e bukur. Natyra nuk të lë të qetë. Natyra të mëson të mos kesh frikë. Ema, kur thonë që është si katundare, është si fshatar, a mund të lutem ta korrigjojmë pa konotacionin e kësaj shprehje dhe të themi që ti je nga Katundi dhe ti je nga fshati, je shumë i privilegjuar ndonjëherë sa ti jetosh në qytet? Sepse ti je një sensin e jetës, ke ekuilibrin e jetës. Respekton natyrën, e duke respektu natyrën, dhe kur them respekton natyrën, nuk flas për fotografi, flas për ligjet e natyrës me cilat ti duhet përballesh dhe t'ja vjelësh të mirën përmes punës dhe dedikimit tënd, pra atë që kemi ardhur në këtë tokë të bëjmë, kështu që të jetosh si katundare, do të kesh një inteligjencë natyrore dhe të kesh një vlerë njerëzore, të cilën nuk ta mëson interneti.